Ibrahim Tatlises pa ditë vajzën për sjellje të dhunshme ndaj tij. Kriza mes legjendës muzikës turke Ibrahim Tatlises dhe vajzës së tij Dilan Çitak po përshkallëzohet çdo ditë më shumë. Konflikti familjar tashmë ka kaluar në përmasa ligjore duke detyruar artistin të shtyjë koncertet dhe të paraqitet në gjykatë. Sipas mediave turke, Ibrahim u pa në gjykatën e Bitezit në Bodrum për të dhënë dëshminë e tij lidhur me një incident të rëndë ndodhur mes tij dhe vajzës së tij. Sipas pretendimeve që kanë bërë xhiron e mediave turke, Dilan Çitak i ka hedhur Taatit një telekomand gjatë një debati, veprim që autoritetet e kanë cilësuar si rrezik potencial. Pas kësaj ngjarje, Ibrahim Tatlises ka marrë vendimin e fortë për ta paditur vajzën e tij, duke çuar konfliktin familjar në dyert e drejtësisë. Mediat raportojnë se këngëtari është paraqitur në gjykatë me karrocë, çka ka shtuar edhe më shumë vëmendjen e publikut. Si pasojë e këtij skandali, Tatlises ka shtyr 2 koncerte të planifikuara në Gjermani. Ngjarja ka shkaktuar reagime të forta në opinionin publik dhe në rrjetet sociale, ndërsa pritet që procesi gjyqësor të zbardhë detajet e plota të këtij konflikti që ka tronditur showbizin turk.